Ti mirë se erdhët. Mirë se Vatër e gjithë shqiptarëve. Kam kënaqësi të prezantoj Marian Cubin, vetran me kontribute 45 Nazim Saliu, Loli shqiptar për art e kulturë, Ilir Cubi, kryesisë Vatrës, zëvendësarkatar dhe kontributor, që vitet në veta i pandalshëm për Federatën për Shqiptarët e Amerikës Vatra. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Nëjsi. Unë jam Luzëncina Bojbuke, jetej për 34 vjeç në Greqi, në Kret. Ka 26 vjet, 27 që merrem me diasporën. Qëllimi ka qenë vetëm rrugja e kulturës dhe gjuhës hap shkolla shqipe. Pas shumë vujtje në vitin 2001 arritëm hapën shkollën e parë shqipe në Kret, një në Selanik dhe një në Volo. Një kohë kur shqiptarët kishin frikë që si shqip, sepse kishin një luftë të mërshme të shqiptare. Dhe sot është ajo lufta, nuk nushat. Dhe pas shumë vitesh arritëm kërkëm diasporën shqiptare në Greqi, që është një sa shumë i fuqishëm sot për sot. Dhe po mos hymë të politika, në shtetin mamë, të ishte shumë ma mirë, sepse shqiptarët kur organizohen, për gjërat moja. Dhe kja ka pengun pak zhvillimin, po s'do në analoj me si për para. Dhe vizita ime në Amerikë ishte sepse unë kam shumë shok, mi cigan. Kam shok timin, me rritë bashkë Fanxhokën. Kemi jetu bashkë, në një ajtë fshatë. Dhe kështë shumë vite papa dhe qëllimi ishte organizimin për zotin e Krem Bardha dhe dojet Maria Pesë për një figurë kështë të lartë. Sepse Amerika ka shumë figurët lartë shqiptare, për një nga këto figurët është edhe e Krem Bardha, dojet Maria Pesë. Dhe nga gjithë kjo vizitë që beja, e që e detyrim timin të vitë të zemra shqiptarëve në Amerikë. Dhe mosardja të Vatra do të thotë që si shë në Amerikë. Dhe është një kënë, a i për mua që vi vizitoj ju shofit të për nga afrë, dhe ju për cjellë për shnetjet bërë për zemër në gjithë Greqia, shqiptarë të Greqisë, dhe dashurie dhe respekt. Dhe urej që shumë shpejt nga këthe një vizitë dhe ju anë e shifni, sepse një pjesë e ju e edhe na. Vërtet. Dhe jam shumë kënaqur që ju njoha, ju njoha gjithë bashkë këto. Jam shumë kënaqur që njoha edhe kryetarin të eventi që u zhvillu në Cigan. Dhe u bëjtive që shqiptarët ta më potën që të vinë të vizitojnë Vatrën, të ndihmojnë Vatrën, të respektojnë zemrën e shqiptarët Amerikës. Historia shqiptarët në Greqi e dinë gjithë shqiptarët gjithë botën, ka qenë një torturë fillimisht. Të shqiptarët janë të shumë lartë, janë zhvillu, kanë bizneset e tyre, kanë jetë shumë për para. Dhe jemi krenarë për të që kemi bëtë deri tani atje. Dhe do ishte shumë, lumëturi dhe shumë kësim për neqi, një grup profesor si juj, dhe vizitoj emigratën këtë që tjetë, për tjetë botën. Dhe mos të lamë brava ta që kemi bërë deri këtu. Sa për këtë mua atje për sa dim, nuk e di që është bënë Amerikë, po Shkëlqyra që nga një gazeta Dielli ka promovuar të gjitha shkolla shqipe të Greqisë. Jo, jemi shumë i vjetës. Jemi shumë i vjetës. Vatra i ndjek me të kujdes të shtuar gjitha zhvillimet të diasporës, sidomos diasporën italizë të Greqisë, ku po ashtu dhe Gjermanisë, ku ka më shumë aktivitet dhe më shumë shqiptarë, kështu që Dielli dhe Vatra do t'i keni në mbështetje në këtë mision patriotik, në këtë mision të shenjtë, që është flamuri kuqezi, gjuha shqipe dhe palca kurrizore e kombit, shqiptarët e provuar. Gjuha dhe kultura. Pas havim nga keni ardhur. Kjo është shka. Mirë se keni ardhur. Mirë se kena gjithë. Me siguri, Vatra ka një histori të gjatë, por nuk do të shkoj prej fillimit në mbarim. Ka përjetu përjetimet të Situata ndryshme. Njona unë bunizmi në Shqipëri,
Slavë komunizmin në Kosovë, s'ke mund me përballu, ke mund me rezistu, po jo me përballu, si që të qotë unë jam regjistru në 1979 dhe prej atër jam në Vatër, kam përjetu gjitha vlerat, gjitha shtymjet e përplasjet e gjitho gjonë si ka egzistu. No, kena meritu me qenë të parët, kemi qenë njëndër më të vjetrat edhe më të rastishmet. Ma me vlerë. Me vlerë, jenë. Atëherë për ju rëvik një mirë së ardhje edhe me të vërtet është një kënaqësi e madhe se nëpërmes Vatrës tonë edhe po shkëmbet edhe nëpërmes videokamerës që mund njerëzit në shohin edhe çdo koment, çdo mendim edhe dua t'i falenderoj edhe Sokollit se skolin e kem për të shkruar, ne i bëjmë edhe me video, kështu që me të vërtet ardhja ime në Vatër është sikur një ringjallje ime. Edhe mund të them edhe një gjë shumë interesant se Vatrën shumë njerëz e quajnë shtëpia e bardhë shqiptare. Ashtu e ndjem ne, që vim nga lërë. Mirë se keni ardhur. Në Vatër, Mirë që u gjetëm. edhe shtëpia juve. Jo vetë shtëpia juve. Pra ne i vim këtu ne, se kemi majtë hapë t'ju. Është shqiptar, ka Vatra. Vërtet Vatra ka punu shumë për shqiptar. Unë jam shumë i kënaqur se keni hapur shkollën atje në Greqi. Edhe është diçka shumë e madhe se unë jam blerë rrit në Amerikë. Edhe dëgjuan dishtysh e kena marrë pak. Me marrë, hajde me shtyp pak. E ju që si vërtani edhe të punë, bëni një punë të madhe. Ashtu të qërim. Kultura dhe zhjua shqiptare diçka është e bekuar. Tash, Kur kanë hapur të shkolla, sa që hapur tash në Connecticut, New Jersey, Long Island, New York. Edhe ashtu edhe në Greqi ashtu është diçka shumë edhe jashtë New Yorkut, jashtë Amerikës. Na kena marrë në detyrën për me shpërndar libra, abetare, me dhënë një ljohë se të se kanë bërë një punë madhe për me vazhdu me marrë gjuhën shqiptare zot. Ja, është diçka shumë e veçantë. Sa shkolla shqiptare janë formuar në Greqi edhe a jeni të informuar me njëri tjetrin të sa më shumë të zgjeroni apo si i keni ato punë? tash, 10 vjeçarin e fundit, mund t'jenë mi 100 klasa. Që japën si në gjuhë shqipe në Greqi. Po, rjetin që kriju në diaspora, për 3 minuta nuk mund mësojmë çdo gjë në gjuhë Greqi. Ja ishte qëllimi lidhja e gjithëve të bashkë. Për çdo lloj problemi, jo vetëm për gjuhën, por janë probleme shumë tjera, më të mëdha që drejtat e punës, drejtat e jetesë, janë shumë probleme, por kjo është qëllimi më i madh që arritëm, që bën bashkimin. Gjithë shoqata në diasporë, dhe të shkime në gjeni që për 3 minuta në gjithë kishim mësojmë se gjallë do që para. Sa janë të interesuar njerëz për me dhënë mësim atje? Mësues deri tani kanë dhënë falas mësim. Janë shpenzim nga shoqata të tjera, por mësimin kanë dhënë falas. Tash i dhanë një fond shtëpi shqiptar për gjithë Greqinë 50 mësues. Ju pagun 2 orë në javë. Edhe kështë gjë mirë, e vogël po është e mirë. I kurajo atyre që punojnë. Dhe vetëm kretë jetojnë rreth 30 akademi shqiptare. Të jam ka 4 qytete. Aty kemi rreth 11 shkolla që mësojnë shqip. Orare shtunë diel. Dhe kontributi aty që kanë thënë dhe mësuesët është shumë gjatë. Mirë njohja është vetëm për ata, sa ta punojnë e jetojnë. Du t'jap një mirë të madhe Sokollit për krajën dhe që e ma gjallë me njeftime me shkrime, sepse një diçka që ma gjallë ma atë kur e shkruan dhe dikush e lexon. Dhe besoj që ka bëjë punë të përsosur për Vatrën. Dhe ju shpreh gjithë një mënyrë shumë të madhe nga që shqiptarët e Greqisë. Dhe na keni krahë gjithmonë.